Ekspozita Nuk jemi ajo që dukemi e vizitova për herë të parë në hapjen e saj më 6 nëntor, kur atmosfera ishte e mbushur me emocion, kureshtje dhe ritmin e parë të takimit të publikut me veprat. Pas një udhëtimi 3 javor në Technocore Art Gallery, u riktheva sërish në ditën e fundit, më 28 nëntor, për të mbyllur këtë rrugtim me një intervistë ekskluzive me artistin. Përshëndetje të dashur miq. Sot, sofra pranë jush ndodhet në një galeri, në galerinë në mes të Athinës. Këtu, kur Foti Klogeri ka hapur ekspozitën e tij para disa ditëve. Le ta ndjekim dhe të bëjmë një bisedë bashkë me të. Mirë se vini në galeri. Përshëndetje Foti. Mirë se u gjetëm. Urime për galeri. Foti, para disa ditëve këtu hap galeria. Me titull? Titulli në shqip është titulli i ekspozitës është Nuk jam ajo që sheh. Kjo ekspozitë është një ekspozita e vjetër, e juaja personale. Është një ekspozitë e veçantë, ka një tematik tjetër. Pse e ke quajtur kështu këtë ekspozitë? Tematika e veprave në këtë ekspozitë ka të bëjë me marrëdhënien e figurës njerëzore brenda hapësirës virtuale. Është një hapësirë shumë e gjerë, shumë gjithëpërfshirëse, ku brenda saj përfshin gjithë qenie njerëzore dhe në një farë mënyrë është duke ju imponuar vetë figurës njerëzore, pra është duke humbur, duke u zbehur figura njerëzore dhe ndërkohë merr përmasa të mëdha hapësira virtuale. Atë që konstatova është që në çdo pikturë, dikush që vjen edhe shikon, mbetet aty dhe kërkon gjithmonë Fotin për të shpjeguar se çfarë tregon çdo pikturë, ç'ke dashur të shprehësh në çdo pikturë. Në gjitha pikturat ka një ide, po baza ngel në figura njerëzore, ku gjithse cili aty gjendet momentet të veta, me fjalë, gjendet të përfshirë brenda pikturës. Kështu që pak a shumë të gjitha kanë një shpjegim të përgjithshëm, nuk janë gjëra të veçanta, është një figurë njerëzore e cila lëviz brenda hapësirës virtuale dhe bashkëvepron me të. Diku ku mbet figura njerëzore dhe imponohet hapësira virtuale ose zhvillohet figura njerëzore brenda hapësirës virtuale dhe to dy bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Titulli nuk është ajo që sheh, ose ndryshe është Nuk jam ajo që shikon, është një mesazh shumë i thellë. Më shumë se kjo. Titulli është pikërisht kjo, që në fakt edhe në terren, për shembull, figura njerëzore, për shembull, nganjëherë neve shikon diçka e cila brenda hapësirës virtuale pastaj ka një tjetër dimension. Shohim shpeshherë njerëz të cilët në të vërtetë nuk janë ata që duken. Ka tjetër dimension brenda hapësirës virtuale figura njerëzore, zmadhohet përtej asaj reales. Pra është një mënyrë për të kërkuar brenda botës virtuale, zhvillohet ajo pjesa tjetër e brendshme e figurës njerëzore. Me sa pash, veprat tuaja ka shumë dritë, shumë ngjyra të forta. Kjo tregon dinamikën tënde që ke brenda për të shprehur çdo gjë që shikon jashtë dhe do ta hedhësh në tabull? Në një farë mënyrë gjithë jeta, gjithë realiteti jonë është kryer në një lloj shfaqje, Kjo ka të bëjë pikërisht me këtë, me largjen e jetës tonë të përgjithshme, e cila është shumë ndryshe. Realiteti e prodhon këtë lloj larmie gjyresh. Doja të shkonim tek kjo pikturë këtu, e cila do doja dhe me dy fjalë të ma përshkruaj. Çfarë është ajo që duket në fillim dhe çfarë është ajo që nuk duket në thellësitë është pikërisht
Kjo që po flasim, këtu që ka një figurë e cila është e shprehur, edhe gjithë kjo hapësira tjetër, pastaj është ajo hapësira virtuale e cila është imponuar dhe në një farë mënyrë e ka zvogëluar figurën njerëzore, është duke u shprehur, duke ikur, duke u tretur si figurë dhe me rëndësi pjesa tjetër virtuale e cila ka këto shenja konvencionale me shkrimet, të cilat i imponohen në realitetit të vërtetë, i cili është një ikje e sigurt. Është një botë e pa konkretizuar akoma mirë, por që nësa duket po fillon edhe po imponohet realitetit dhe po i merr realitetit. Ky realitet që jemi është si më thënë në ikje e sigurt. Çdo pikturë ka një kuptim. Po, patjetër. Ndërthur jetën njerëzore me jetën e qytetit, me atë zhurmën e qytetit. Për shembull, do shkojmë tek një pikturë tjetër që në fillim më kërkove që ta analizoj dhe unë dhe ta analizova me pak fjalë që në fillim të duket si diçka e lehtë, pa ngjyra shumë, por shumë e komplikuar. Është pikërisht brenda këtyre brenda këtyre gjërave që thamë më përpara, ka një figurë njerëzore diku në qendër, e cila është në përmasa të zvogëluar, edhe është gjithë kjo bota tjetër virtuale, e cila është imponuar dhe ka krijuar një tjetër realitet, një tjetër dimension shumë herë më të madh se sa realiteti i vërtetë. Ka aty ato shenjat e bardhë të kalimit që tregojnë që kjo figurë ka ato këmbët akoma në realitetin. Që nuk do t'i kaloj utopia. Është duke përpjekur për të qëndruar fort në këtë realitet, mirë po pjesa tjetër pastaj zhvillohet në realitetin virtual, i cili është një gjë që pothuajse është imponuar kësaj botës reale. Kur ke nisur të bësh një pikturë, ke pasur një ide, duke e pikturuar atë, të ka ikur aty ideja dhe ke vajtur të ka dërguar diku tjetër që të shprehësh diçka tjetër? Kjo është një proces që kështu ndodh vazhdimisht. Gjitha veprat në këtë formë funksionojnë. Në shkundon në diçka dhe pastaj gjitha ideja fillestare që pasur është një embrion i cili zhvillohet pastaj me kohë që kultivohet. Nuk e di fiks se ku do arrish. Ekspozita ka nisur me datën 6 dhe sot është dita e fundit. Mes këtyre ditëve besoj se kanë kaluar shumë vizitorë. Ajo që i ka lënë përshtypje, duke ikur nga këtu, çfarë mesazhi ke marrë ose çfarë ndjenje ke marrë nga këta vizitorë? Ka shprehur atë, si më thënë, mendimin e tyre lidhur me ndjetjen e vetvetes në shumë bote. Është ajo që jetojmë, është pikërisht kjo që thamë, me vërtetësia e realitetit me virtualin, me cilën me sa duket është e ardhme, të cilën duhet të gjejmë në pozicionin tonë brenda këtij realiteti, i cili është në formim e sigurt. A ke një vepër që të personalizon ty? Nga të gjithë do të shikojmë me radhë, po diçka që ty të personalizon të kjo? Po, mund të ndjelim edhe kjo, për shembull kjo është një nga vepra që ka shumë intensitet, është shumë afër asaj gjëje. Do të thotë thoti në mendje ka shumë gjëra, ka një shpirt të pastër. Po, e shikon çik botën me sy perë, nuk do të kaloj vijat fitare, edhe me përpjekja jo për të qëndruar pak të botën reale që jemi, zhvillohet pastaj në realitet shumë. Kemi ardhur në pjesën e poshtme të ekspozitës dhe jemi pikërisht tek një pulim goxha i madh që ka shumë për ta thënë, ka shumë për ta treguar. Ta lëm votin na i shpjegoj më mirë cila ka qenë ideja për ta shprehur këtu, çfarë ka dashur të shprehë dhe si e ka realizuar. Kjo është ta bëjmë me thënë në masë pak më ndaj se të tjerat. Ideja është në vazhdimsi të atyre që është thamë përpara, është një lloj përplasje këtyre dy realitetet, fjala realitetin dhe realitetin virtual. Janë ndërtuar shumë figura njerëzore, të cilat
bashkëveprojnë me njëra tjetër, por dhe ka një përplasje kryesisht të këtyre dy llojeve realiteteve. Janë profesionet e këtyre shkronjave, të cilat në fakt është ideja e figurës që mbet, që përleshet në realitetin dhe janë që identifikojnë pikërisht ato që ngjerët, fjalën që ngjerët, ndërsa figura është në zbejje dhe në ndikje. Njerëzit që shikojnë në fond, ke figurën e gruas më shumë, apo figurën e mashkullit? Jo, kjo nuk ka shumë mundësi, është në ndikje sipër në zbejje, sipër vetë figura njerëzore, dhe duke i punuar realitetit virtual. Është një problem i cili pra figurën njerëzore në si. Ngjyrat këtu janë shumë të qeta. Shumë gri e shile, ndryshe nga që ka ngjyrën bela, të kuqe ose të verë. Metal. Është një meteje kjo në fakt, në përmjet të dy realitetit, dhe prandaj ka ngjyrat që tregojnë pak atë ngurësinë në moment, ka një përleshje, dhe është një meteje që është në zhvillim e sipër, dhe rezultatet e së sipër është shohë vonë me kalimin. Ju thotë vini nga Seganeku, ku aty jetoni vite. Kjo ekspozitë është Dieta personale. Dieta personale, por është bërë edhe në Seganeku. Seganeku ka bërë ekspozita tjera me tjera tematika. Kjo është për aty. Kjo është për aty, është një seri e tërë veprash, këtu janë të ekspozuara një pjesë e tyre, dhe pjesa tjetër tash vitin e ardhshëm është në program që të zhvillojë ekspozitën e radhës personale të tjetër Seganit me të njëjtën tematikë. Me të njëjtën tematikë. Plani i ardhshëm. Të largohemi nga kjo tematikë. Çfarë ka në mend foto? Aktivitetet shumë, dhe se marrën pjesë në aktivitete ndërkombëtare në shumë vende të botës. Tani sapo përfunduam një projekt në Shqipëri, në Bukarest, në Bashkinë e Bukarest, që organizuam një festival ndërkombëtar të akvareli, me pjesë marrë nga gjithë shumë vende të botës. Projekti i afërt pastaj është ekspozita në Seganik me tematikën të cilën janë duke zhvilluar akoma, sepse vetë tematika është e tillë që jemi në një fazë ku gjërat janë duke u ndërtuar dhe do vazhdoj kjo lojë për shumë jetë. Duke u larguar sot kjo ekspozitë nga kjo galeri, çfarë do lëmë pas tek publiku? Kam ide përshtypje pozitive dhe ato që na kanë shprehur gjatë ditëve që ka qenë vizituar ekspozitën. Gjejnë vetveten, identifikohen atë që është duke dorë në realitet, që figura njerëzore fillon edhe zhbehet dhe nuk është më në qendër të vëmendjes, gjithçka është kryer në një shfaqje virtuale e cila po merr për masat e një realitetit tjetër i cili po merr për masat të mëdha, dhe është një farë mënyrë është një punuar në masë të madhe figurës njerëzore. Në këtë ekspozitë, artisti Foti Klogjeri na hap një dritare drejt botës së brendshme të njeriut, një botë ku emocionet, kujtimet dhe tensionet e përditshme marrin formë përmes ngjyrës, dritës dhe lëvizjes. Në secilën vepër, artisti na fton të lexojmë më shumë se sa shihet, pas çdo shtrese, pas çdo gërvishtje, pas çdo siluete të zbehur, fshihet një histori, një gjendje, një vërtet personale. Ngjyrat shpërthejnë herë të forta, herë të heshtura, duke treguar kontrastet e brendshme që shumica i mbajmë të fshehura. Format të paqarta, figura që tretet, dritare të brendshme që hapen e mbyllen, të gjitha ndërtojnë një dialog mes njeriut dhe mjedisit modern që e rrethon. Kjo ekspozitë është një udhtim mes identitetit dhe perceptimit, një ftesë për të parë përtej sipërfaqes, për të kuptuar se çdo njeri është shumë më tepër se ajo që shfaqet. Mes dritës dhe kaosit, mes ngjyrës dhe heshtjes, këto vepra na kujtojnë se e vërteta e njeriut është gjithmonë e stresuar, e fshehur,
dhe në kërkim të një forme për të treguar. Κοντά μας έχουμε και τον κύριο Πάρη Καπράλο, επιμελητής της έκθεσης. Θα ήθελα να μας πει και εκείνος 2 λόγια για αυτή την έκθεση. Εκτός από επιμελητής της συγκεκριμένης έκθεσης, έχω τη χαρά να επιμελούμε εκθέσεις του Φώτη. Zoti Paris Kapralos, autori që është kujdesur me shumë përkushtim për të gjithë organizimin, ndau disa fjalë për këtë projekt artistik. Ai tregoi se bashkëpunimi i tij me artistin Foti Klojeri ka nisur që në vitin 2013 dhe prej atëherë kanë krijuar një marrëdhënie të fortë profesionale dhe njerëzore. Sipas tij, Foti është një artist me një qasje të veçantë, me një stil të identifikueshëm që ndërthur teknikën, emocionin dhe ngjyrat në mënyrë harmonike. Ai vlerësoi aftësinë e artistit për të transmetuar mesazhe të thella përmes veprave të tij, duke e cilësuar këtë ekspozitë si një hapësirë ku publiku jo vetëm sheh piktura, por përjeton ide, histori dhe emocione. Kapralos theksoi se çdo detaj i ekspozitës është menduar me kujdes për t'i dhënë vizitorit një përvojë të plotë, estetike dhe shpirtërore, duke nënvizuar se puna e Foti Klojerit mbetet një shembull i artit bashkëkohor që flet qartë, sinqerisht dhe me shumë forcë artistike. Από τα social media, από τα συμμετρικά media, αλλά προβάλλουν και οι ίδιοι άνθρωποι, γιατί έχουν μάθει σε μια εικόνα τελειότητας που είναι η ψεύτικη εικόνα των προϊόντων. Στο τέλος ο άνθρωπος απαλήφθηκε και μένει μόνο μια εικόνα που είναι τελείως ψευδής. Ως προς τις τεχνικές, έχουμε πλέον υποχωρούν τα ρεαλιστικά στοιχεία σε αυτά τα έργα και καθίστανται με πιο έντονο εξπρεσιονισμό. Βλέπετε έργα που υπάρχουν εντάσεις πάνω τους, δεξίσιμο του χρώματος, βλέπετε έργα τα οποία δείχνουν τον άνθρωπο να εξαϊλώνεται ακριβώς για να εξυπηρετήσουν αυτά τα νοήματα. Παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακόμα κολορίστας, αν και αυτό δεν είναι τόσο έντονο σε αυτή τη σειρά. Κολορίστας σημαίνει καλλιτέχνης που βασίζεται στη συνολική εντύπωση που δίνουν τα χρώματα και αντιθέσεις μεταξύ τους. Όμως πλέον θα έλεγε κανείς ότι ρεύει προς τον καθαρό εξπρεσιονισμό, αφού και οι φιγούρες αλλά και οι όγκοι που ορίζουν ένα τοπίο ή έναν χώρο σιγά σιγά παραμένουν στις πολύ βασικές τους διαστάσεις. Θα έλεγα ότι είναι εξελιγμένη από κάθε άποψη αυτή η σειρά, τόσο γιατί έχει μια συνολική κοινωνική απέσταση και αγκαλιάζει κάποιες απόψεις του καλλιτέχνη και του σύγχρονου κόσμου, στο ενοιολογικό επίπεδο, αλλά παράλληλα είναι και πάρα πολύ εξελιγμένη μορφοπλαστικά. Είναι δηλαδή το επόμενο βήμα που έχει κάνει και ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο δείγμα γραφής. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει πάνω σε αυτό το μονοπάτι για κάποιο καιρό. Το οποίο το φέρνει κοντά σε αυτό που στη σημερινή εποχή είναι το απόλυτα σύγχρονο στη σύγχρονη τέχνη, μια λογική δηλαδή εξέλιξη. Δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις, εντάσσεται στο κανονικό κόρπους των Ευρωπαίων καλλιτεχνών που ακολουθούν αυτή την τάση και αυτό το κίνημα στις μέρες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει. Σας βλέπουμε και σε άλλες εκθέσεις πάλι μαζί. Ευχαριστούμε. Kjo ishte rubrika dhe person. Sot pra pranues do jetë gjithmonë pranë artistëve dhe talenteve të rralla. Miru takofshim në emisionin